Jemi këtu me Presidentin Osmani dhe Kryeministin Kurti për të bërë homazhe dhe për të kujtuar 45 civilët vrarë në formën më barbare nga një regjim paq barbar në vitin 1999. Me 15 janar të atij viti, mediat pushtuan lojmet me një tmerr që ndodhi po në këtë vend dhe njëkohësisht u shpërfaq një ftyrë barbare me tendenca gjenocidale e Serbisë ndaj një populli të pafajshëm shqiptar. Reçoku për ne mbetet një plagë e hapur për shkak se ende nuk ka drejtësi. Bashkia ndërkombëtare ka bërë një punë të mirë me intervenimin e saj, por jo edhe mosjelljen e autorëve para drejtësisë. Prandaj ne si institucione nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi, për shkak se besojmë thellë se pa drejtësi për viktimat e Reçokut dhe viktimat gjithandej nëpër Kosovë do të ketë jashtëzakonisht të vështirë të ketë edhe paqe, por edhe siguri në rajon.